Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një episod tjetër të Shine Podcast. Ky është vendi ku eksplorojmë ide të mëdha përmes zërave të rinjve. Tema si pjesëmarrja qytetare, përfshirja sociale dhe demokracia. Unë jam Alex, prezantuesja juaj. Dhe sot më bashkohet dikush që e njeh mirë botën digjitale dhe se si qarkullon informacioni në të. Altini, student gazetarie dhe avokat për mediat rinore, i cili ka qenë aktiv në fushata për alfabetizmin mediatik dhe projekte mediatike të udhëhequra nga të rinj. Mirë se vjen Altin. Përshëndetje Alex, shumë faleminderit që më ftua. Jam i emocionuar të jem këtu dhe të zhytemi në këtë temë. Është diçka që nuk mund ta ignoroj më. Le të fillojmë direkt. Dëgjojmë termat, lajme të rreme, dezinformim dhe informacioni pasakt, pothuajse çdo ditë. Por çfarë do të thotë realisht? Pyetja e shkëlqyer. Pra, lajmet e rrem janë çdo informacion i rrem ose mashtrues që krijohet me qëllim për të mashtruar. Ndonjëherë motivi është financiar, mendoni për tituj clickbait, por herë të tjera është më serioz si manipulimi politik. Dhe kam dëgjuar edhe termin infodemi, sidomos gjatë pandemisë. Çfarë do të thotë kjo? Është kur ka shumë informacion, të vërtet, të rrem dhe gjithçka në mes. Sa bëhet e vështirë të kuptosh se çfarë është e vërtet. Si gjatë COVID-19, teoritë për 5 giga që përhapën virusin, komplotet mbi vaksinat, ishte e mbikarkuar me informacion. Po, dhe këto tre terma, informacioni pasakt, dezinformim dhe keq informim, mund të na e shpjegosh? Sigurisht, informacioni i pasakt ndodh kur dikush shpërndan informacion të rrem, por beson se është i vërtet, pa qëllim të dëmtojë. Dezinformimi ndodh kur informacioni i rrem shpërndahet qëllimisht për të mashtruar. Malinformacioni, nga ana tjetër, është kur informacioni i vërtet shpërndahet, por me qëllim të shkaktojë dëm, sikur publikohen mesazhet private të dikujt. Wow. Pra, rreziku nuk është vetëm që lajmet e rreme ekzistojnë, por mënyra si përhapet dhe qëllimi pas tyre. Sakt, dhe në botën digjitale ato përhapen shumë shpejt. Le të shkojmë më thellë. Kush qëndron pas lajmeve të rreme dhe çfarë përfitojnë ata nga kjo? Një nga motivet kryesore është paraja. Faqet e rreme me titull sensacional tërheqin klikime. Më shumë klikime, më shumë të ardhura nga reklamat, por nuk është vetëm financiare. Aktorët politik gjithashtu përdorin lajmet e rreme për të influencuar opinionin publik, për të diskredituar kundërshtarët ose thjesht për të udhëtuar njerëzit. Dhe kam dëgjuar dhe për troll farms. A janë të vërteta këto? Plotësisht e vërteta. Troll farms janë grupe që paguhen për të postuar përmbajtje të rrem ose polarizuese. Pra, nuk është vetëm informacioni pasakt aksidental, është i koordinuar. Sakt, strategjik dhe ndonjëherë është i sponsorizuar nga shteti. Pra, Altin, le të themi që po lëviz në rrjetet sociale, çfarë duhet të kem parasysh për të mos rënë pre këtyre lajmeve të rreme? Filloni me burimin. Pyetni veten, a është kjo nga një media e besueshme apo një blog i rastishëm? Gjithashtu mos u ndalni vetëm te titulli, klikoni dhe lexoni artikullin e plot. Po për foto, çfarë të themi, ndonjëherë janë shumë shokuese. Sakt, bëni një kërkim me imazh të kundërt. Do të habiteni sa shumë imazhe virale janë marrë jashtë kontekstit ose vijnë nga ngjarje të vjetra dhe të papërfshira. Datat gjithashtu kanë rëndësi. Një foto e një proteste të vjetër mund të shfaqet përsëri dhe të duket aktuale. Kam dëgjuar gjithashtu postime që thonë shkencëtarët thonë, por nuk përmendin kurrë se cilët janë ata shkencëtar. Ky është një tjetër sinjal i kuq, dhe nëse nuk ka burime, citime ose të dhëna që ta mbështesin, me shumë gjas është dyshues. Dhe nëse vetëm një medium raporton diçka, duhet të jesh skeptik. Pra, bëhet fjalë për krahasimin e burimeve, kontrollin e fakteve dhe të jesh pak më shumë kurioz. Sakt, dhe mos harro rregullin kryesor, ndalo para se të shpërndash. Merr frymë dhe pyet veten, a ka kuptim kjo vërtet? Thjesht por fuqishëm. Mund të shpëtoj dhe reputacionin tënd. Le të flasim pak për nivelin lokal. Të kujtohet se çfarë ndodhi në Tiranë në 2020 me protestat për teatrin kombëtar? Sigurisht, prishja e teatrit shkaktoi protesta të mëdha. Një foto shumë e fuqishme tregonte një protestues të ri, Blendi Shahu, me fytyrën poshtë dhe me gjuhën e një polici mbi kokë. Ishte kudo. Dhe pastaj erdhi mohimi, zyrtarët thoshin çfarë dhune policore, pavarësisht fotove dhe videove. Sakt, këtu kalon nga dezinformimi pa vetëdijshëm tek ai i qëllimshëm. Kur autoritetet mohojnë aktivisht realitetin e dukshëm, është e rrezikshme sepse minon besimin e njerëzve tek e vërteta. Sidomos të rinjt fillojnë të pyesin, nëse gënjejmë për këtë, çfarë tjetër po fshehin? Sakt, dhe kjo është arsyeja pse alfabetizmi mediatik nuk është vetëm për kontrollimin e fakteve, është për të qenë kritik edhe ndaj narrativave zyrtare. Pra, Altin, përse ka kaq shumë rëndësi kjo sidomos për të rinjt?
sepse lajmet e re mund të ndikojnë në gjithçka si votojmë, si e trajtojmë njëri tjetrin, madje edhe në shëndetin tonë. Alfabetizmi mediatik na ndihmon të ndalojmë edhe të mendojmë kritikisht. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për konsumin, por dhe për krijimin e mediave. Sakt, të rinjt po fillojnë bloge, podcaste, kanale YouTube dhe po bëhen pjesë e zgjidhjes dhe ka dhe mbështetje. Po, dhe BHE po ndërhyn me disa mjete solide, si Digicom që është një udhësues për ndërtimin e aftësive digjitale, si të dallosh përmbajtjen e rreme, si të qëndrosh i sigurt online dhe gjëra të tjera të dobishme. Pastaj është Entrecom, më shumë për të menduar në mënyrë kreative dhe për të marrë iniciativa, si të kthesh idetë tua në veprim real, qoftë për një projekt, një kauzë apo madje për përmbajtje mediatike. Dhe sigurisht ligji për shërbimet digjitale është i madh, e bën platformën në rrjeteve sociale më përgjegjëse, sidomos për përmbajtjen e dëmshme ose mashtruese. Pra, po përpiqen që ta bëjnë botën online pak më të sigurt për të gjithë ne. Bëhet fjalë për ndërtimin e një kulture digjitale më të mirë, ku nuk jemi vetëm konsumatorë pasiv, por krijues aktiv dhe të përgjegjshëm. Pra, herën tjetër që sheh një postim viral ose emocionues, ndalo, pyet veten dhe reflekto. Sepse e vërteta ka rëndësi dhe kemi më shumë fuqi se sa mendojmë. Ky ishte episodi i sotëm i Shine. Nëse e gjetet të dobishme këtë informacion, shpërndaje me miqt dhe të vazhdojmë bisedën. Le të ndërtojmë një botë digjitale më të zgjuar, më të mirë dhe më të informuar. Faleminderit edhe një herë që më ftuat, Alex. Faleminderit Altin. Dhe për të gjithë dëgjuesit tanë, qëndroni kurioz, qëndroni kritik dhe mbani mend, keni fuqinë të ndryshoni narrativën.